Mirdita. Edi Rama nxori dje Miss Metamorfozën apo Plumbesha Spiro Gjokën për një mashtrim publik para shqiptarëve, për një akt, për të kryer një akt mashtrimi publik para qytetarëve shqiptarë. Miss Metamorfoza, e cila lexon çdo trillim dhe mashtrim që i përcjell Skënderbuçi saj, falënderoj në një akt hipokrizie ekstreme për raportin që do miratoj Parlamenti Evropian në korrik të këtij viti për Shqipërinë. Kur nuk ke cip, nuk njeh kufi, nuk njeh standard, nuk njeh kriter. Në qoftë se ka në këtë raport njerëz të personalizuar, jo me emër, por me akte, janë Edi Rama, Miss Metamorfoza dhe Altin Troplini. Këta në raport janë tre personazhet më kryesore të damkosura. Dhe më lejoni t'i marrë me radhë. Edi Rama damkoset sepse ka krijuar shtetin elektoral. Raporti që do i kaloj Parlamentit Evropian i referohet pik për pik paragrafit të parë të raportit të OSBE-ODIHR-it, delegacionit Parlamentit Evropian, delegacionit të parlamentar të Këshillit të Evropës, delegacionit parlamentar të OSBE-s, raportit të përbashkët, në të cilën thot se zgjedhjet u zhvilluan në kushte të pabarabarta. Barazia në fushat elektorale është kriteri i gjitha kritereve për zgjedhje të drejta apo zgjedhje që respektojnë parimet ndërkombëtare. Por raporti damkos Edi Ramën jo vetëm se deklaron se fusha ishte e pabarabart, por sepse thot u përdorën gjërësisht burimet e shtetit për fushat elektorale nga partia në pushtet. Pra raporti akuzon Edi Ramën se ka krijuar shtetin elektoral dhe kondit themelore kjo e shtrimit procesit zgjedhor në farsë elektorale. Ja se çfarë përshëndet e Plumbesha Spiro Gjoka, por do shkojmë pak me tutje. Të pas skrupullt dhe të rënë në qark ka përfunduar koha kur raportet shkruheshin në zyrat e Edi Ramës. Një kohë krejt tjetër, raporti që në hyrje hedh poshtë mashtrimin e pa skrupullt
të Edi Rams dhe zonjës metamorfoza apo mis metamorfozës se gjoja opozita qenë ka kundër procesit integrimit. Komisioni Europian dhe raporti Parlamenti Europian konfirmojnë se opozita mbështet plotësisht integrimin. Por, në raport, damkoset, Edi Rama, si njeri që përqendron të gjitha pushtetet në duart e veta, theksohet, dhe unë mund t'ja u lexoj këtu dhe në anglisht dhe në shqip, jo njëherë, por disa herë, se ndarja e pushteteve është një parim themelor, që nuk respektohet në Shqipëri, konkretisht nga parlamenti. Natyrisht, Brukseli e dinë se ajo është një kukull, dhe asgjë më shumë, mjerane, që lexon deklaratat bajate, por Brukseli e din se në qoftë se ka një njeri përgjegjës numër 1 në Shqipëri për shkelmimin mbi vendimet e gjykatës kushtetuese, pa të cilat s'ka shtet ligjor, si instanca eprore në mbrojtje të kushtetutës dhe të Konventës Europiane të Drejtave të Njeriut në përputhje me kushtetutën. Konventa ka një gjykat në Strasburg, por çdo gjykat kushtetuese ka detyrim të respektojë ato, të ketë parasysh ato parime mbasi janë të mishruara dhe në kushtetutën e vendit. Parimet e Konventës Europiane të Drejtave të Njeriut. Plumbesha Spiro Gjoka është bërë famzez, jo vetëm si zonja 5 milionëshe, atë e paraqita këtu në dokumentat, por famzez sepse për Olta Gjaçken i vën zjarrin kushtetutës për hir të Edi Ramës. Se kjo është vetmja kryetare e Parlamentit në Europë, që nuk dërgon vendimet e Parlamentit në gjykatë kushtetuese dhe që nuk zbaton vendimet e gjykatës kushtetuese. Të kesh kurajo dhe të dalësh para shqiptarëve pasi ke marrë një dëm të tillë ndërkombëtare, do të thotë ta shpallësh veten robot, por të mos përdor epitete tjera me radhë. Por po ndalem në teknologji. Raporti pra damkos Edi Ramën, sepse kam mungesë të përgjegjshmërisë demokratike. Nuk ka akuzë. Kjo dy fjalë janë. Por këto dy fjalë janë të rënda sa guri. Përgjegjshmëri demokratike do thotë nuk ekziston demokracia kur s'ke përgjegjshmëri demokratike. Do thotë se nuk zbaton ligje dhe i shkel ato. Raporti akuzon Ramën dhe Lubi Ballukun për faktin se ligjit e prokurimeve publike janë allasoj me xhepin e tyre dhe jo me standardet e Bashkimit Evropian. Detyrim i prerë i Shqipërisë në përputhje me marrëveshjen e stabilizim asociimit. Detyrim i prerë.
por raporti nuk kursen kësaj here Altin Troplinin. Ju lutem, nuk kursen. Sepse raporti flet për ndërhyrje të vazhdueshme politike, çka do thotë që skapi është një leve partisë. Pra, edhe ato mashtrime të bëra po u del kallaj, skapi paraqiten në raport si një organ që në të cilin dora e zeze politikës është e stërfuqishme, e Edi Ramës. Se si mundet të mashtrohen shqiptarët mos u thuhen të vërtetat. Ky është një akt i papërgjegjshëm. Raporti dënon mungesën e plotë të reformës elektorale, sepse Edi Rama nuk don reformën. Një problem madhor në raport rezulton liria themelore e fjalës dhe mediave. Ligje që s'përputhen me standardet europiane. Mizogeni. E ka rastin sigurisht se ka shkruar, por ka rastin e sulmit personal të Edi Ramës në Ambrozia Metës, por në gazetarje tjetër. Ka termin mizogeni, dhe qytetarë shqiptarë din mirë, se kush ka krye akte të vazhdueshme mizogenie, kush nuk është përmbajtur publikisht pa shpërthyer në akte mizogenie, dhe ajo është Edi Rama. Raporti akuzon shtetin për mungesë transparence, parlamentin si institucion që shpyet për grupit e interesit, për konsulenca. Për shqetësim të madh për ndërhyrjet po e vazhdueshme politike. Continued political interference dhe presionet në sistemin juridik. Unë mendoj se vetëm kjo fjali, këto dy fjali, janë prova të qarta të zëvendësimit në këtë vend të shtetit ligjor me narkoshtetin e Edi Ramës. Ka defekte të mëdha
në emrime të antarëve jo magjistrat nga famozja KLG dhe KLP, si dhe integriteti i tyre. Pra, Brukseli konstaton se ka probleme me integritetin e temruarve. Është shkruar këtu raporti që përshëndet nis metamorfoza për të mashtruar shqiptarët, prapë kishte dalë. E morët vesh vetë. Raporti kërkon të hiqet dorë përfundimisht nga Shushica dhe Skavica. Stop! Projekteve të përmbytjes së qytetarëve të Dibrës dhe grabitjes ujit të Shushicës qytetarëve të Vlorës. Raporti është pra një damkosje e vërtet e këtij regjimi dhe nuk mund ta ndryshojnë me gjithë përpjekjet e jashtëzakonshme që ka bërë Edi Rama, me gjithë lobimet dhe qindra orë telefonata, me gjithë shumë akte tjera vulgare, banale, primitive, denueshme, raporti nuk u ndryshua dot. Dhe ky raport i Komisionit Evropian do të diskutohet në korrik pasi u miratuar në AFET. Ndaj dhe në vend se të mbledh parlamentin dhe zbatoj kërkesat e prera të Parlamentit Evropian dhe Komisionit për Olta Gjashkën dhe Vullnetësinën, ajo del dhe reciton trillime të Edi Ramës dhe zyrës së tij. Ky është një akt pa përgjegjësie plot. E Edi Ramës, unë e kuptoj se ajo është vetëm një instrument i zyrës shtypit të Edi Ramës, nuk është gjë tjetër. U detyrova se unë para jush kam folur për raportin. Është vërtet. Kam bërë transparencë, po. Por kur shoh që këta përpiqen me çdo kusht, dhe nuk gjej një fjalë, vetëm mashtrim. Duhen me çdo kusht të mashtrojnë shqiptarët, por koha e mashtrimeve të tyre ka marrë fund. Ora e të vërtetës do bëhet gjithnjë e më e madhe, më e fuqishme. Faleminderit. U detyrova të ndryshoj edhe paraqitjet para jush, se kisha fakte shumë të rëndësishme tjera në vazhdim. Por mendova se mashtrimi publik shtetëror është një akt i shëmtuar shtetëror që nuk mund të mos denoncoj publikisht dhe forcën më të madhe. Zoti Berisha, kam një pyetje sa i takon asaj se çfarë ju keni denoncuar më herët në lidhje me raportet. Ju sot sollët sërish raportin e Komisionit të Jashtëm të Parlamentit Evropian, por më herët ju keni denoncuar se përfaqësues të lartë majorancës socialiste kanë bërë presion vëzhguesve të huaj
për ndryshim të raportit, për çfarë bëhet fjalë konkretisht dhe kush janë këta vëzhgues që janë kërcënuar dhe nga kush janë kërcënuar? Faleminderit. Në mënyrë konkrete, presion antiligjor, antidemokratik, është bërë ndaj ekipit vëzhguesve të OSB Odirit. Dhe unë këto i kam denoncuar në të gjitha instancat ndërkombëtare dhe publikisht. Dhe në këtë fushat presioni është implikuar vetë personalisht Edi Rama dhe ministri i tij i jashtëm Igli Hasani. Unë kam informuar se ky i fundit ka thirrë në zyrë përfaqësuesit e OSB-s emisionit vëzhguesve. Pasi ka dërguar mesazhe kërcënuese dhe u ka kërkuar llogari për frazat se këta janë ai sekt që besojnë gënjeshtrat e tyre. Këta besojnë gënjeshtrat e tyre. Këta jetojnë me një realitet që nuk ekziston. Ai përdor 500 milion euro prokurime në periudhën që nuk lejon ligji. Ai shpërndan 7-6 milion euro në periudhën që nuk e lejon ligji. Ai fal gjobat 200 milion në periudhën që nuk e lejon ligji. Ai punson mbi 10.000 persona në periudhën që nuk e lejon ligji. Ai ka firmosur me 10.000 leje legalizimi për certifikata pronësie dhe leje ndërtimi në periudhën që nuk e lejon ligji. Që të gjitha për vota. Ai ka dhënë licenca për një sipërfaqe 140 herë më të madhe për mbjellje kanabis në kundërshtim flagrant me ligjin. Janë përdorur të gjitha, ai ka shëndruar, do vi këtu unë me jush, para jush, se këtu po bëhet gjyqi, ndërkombëtar një farsë elektorale. Ai ka përdorur 10.000 punojës të administratës. Me fuqinë e postit tyre duke miknuar dhe kërcënuar qytetarët për votë. Por ai, siç e dini, ka përdorur banat më të rrezikshme, të cilat tashmë janë bërë famzeza edhe në atentate politike ndërkombëtare, siç ishte vrasja e kandidatit të opozitës në Kolumbi. Mos harroni se dritanxhikat i kanë fjet të Gysha Gaci dhe Edi Rama, tek pojat, tek çelët. Po, para 3 ditësh, para një jave, u godit kandidati opozitës, kandidati për president, po, mire, në Kolumbi. Dhe presidenti tha mafia shqiptare, tregoj dhe emër personi. Njerëz të lidhur me Edi Ramën janë rrezik ndërkombëtar sot. Kështu që nuk mundet më iku kjo kohë. Po këta nuk kanë, kur nuk e turp, bën çdo gjë dhe thuaj çdo gjë. Në këtë raport, të cilin e vetja që e përmend është ajo, të tjerë se përmendin dot. Tjerë mbeten 2 javë duke cituar zotin Shide. Citoja është një europarlamentar, socialist, në rregull. Nuk them. Po s'përfaqëson raportin ai. Mendimet e tij ai ka në raport, i ka votuar. Këto që po lexoj ju kanë votën e tyre, janë unanime. Pas nga
demokratë dhe socialistë, popullorë dhe socialistë janë të votuara. Sidomos zoti Shile që është reporteri për Shqipërinë. Zoti Berisha, Osman Stafa, News 24. Në datën 30 qershor pritet të jetë edhe seanca e parë juaja për çështjen Partizani. A jeni gati, zoti Berisha, për të përballur me këtë çështje me prokurorët dhe a keni besim tek trupa e gjyqtarëve të GKK-s? Spari, komenti im është vetëm ky. Personalisht ne të interesuarit dhe trupa e avokatë e mbrojtjes nuk ka gjersot në dorë vendimin e marrë nga gjykatësia që ka dërguar çështjen për gjykim. Nuk kemi vendimin. A mund të imagjinoni ju? Edhe kjo ndodh. Të gjitha tjerat do të përcaktojnë konsulta me avokatrit, e cila është jashtë kësaj salle. Dhe pyetja e dytë, zoti Berisha, kandidatë Partisë Demokratike kanë hedhur pretendime të tyre se ju është tjetërsuar vota. Pra në momentin kur është numëruar vota për subjektet e partisë, pra kanë siguruar pamjet filmike, u kanë dalë ndryshe kur janë numëruar votat për kandidatët. Pra ndryshe ka vota një kandidat i Partisë Demokratike ku numërohet vota për partinë, për subjektin, dhe ndryshe u dalin votat ku numërohen për kandidatët. Dhe a quhet kjo një farsë? Tani, ajo që zhvillohet në KQZ do ta kenë të qartë të gjithë shqiptarët se qëndrimi i parë, numër 1, i Partisë Demokratike dhe Aleancës për Shqipërinë madhështore është ky. Nuk pranojmë legjimitetin e këtyre zgjedhjeve. Prandaj dhe nëse keni ndjekur, ne kemi paditur çdo qark për legjimitetin e zgjedhjeve. Dakord? Dhe kemi dokumenta të pafundme. Ky është qëndrimi i parë i yni dhe 2. Transparenca është jo që është parimi pa kundërshtueshëm, është e drejtë e pa kundërshtueshme e çdo individi. Në këtë kuadër, Partia Demokratike nuk pengon asnjë kandidat të saj që kërkon, jo që nuk pengon asnjë kandidat të saj për të kërkuar transparencën, por do t'i mbështes me qenë se ligji nuk i përligj ata, nuk i përligj kandidatët, që duhet i përligjte për mendimin tim, sepse kandidati mund të jetë dhe i pavarur, apo jo. Por në kushtet kur ligji nuk i përligj dhe duhet autorizimi apo duhet mbështetja e partisë në këtë proces, se cili që kërkon transparencën do mbështetet pa asnjë lloj paragjykimi. Edhe njërë, nuk ka paragjykim. Pra, duhet t'i dallojmë këto dy gjëra. Partia nuk njeh legjimitetin e këtyre zgjedhjeve, prandaj dhe po kërkon për çdo qark. Tani Osman e marrë vesh atë punë. Mendoj se as unë as ju nuk mund të flasim për vjedhje, për gjërat pa provuara. Ata që dyshojnë
se u janë devjuar votat, ata ne u themi, u mbështesim për transparencë, por kjo nuk vjen. Nuk vjen se partia ndan dyshimin e tyre. Jo. Nuk vjen nga kjo. Po vjen sepse partia respekton plotësisht të drejtën e transparencës si drejtë e patjetërsueshme e individit. Kjo është. Tani se jemi këtu, Edi Rama, ju e dini, në 2009, pasi nuk paraqiti dot asnjë fakt, asnjë dokument, asnjë provë, në asnjëherë nga instancat e sistemit shqyrtimit të ankesave për zgjedhjet. Asnjë. Pasi kaloi çdo afat 3 muaj më vonë, ose 4 muaj më vonë, doli me kërkesën hap kutit. Hap kutit. Ju kujtohet. Hap kutit që të marrish vizat. Hap kutit që të bësh këtë. Kutit shishin duar time. Dhe unë i them, shko në prokurori, paraqit faktet, ti të marrë një prokuror ka taka me hap të gjitha kutit. S'kisha asnjë pengesë po. Vetëm Edi Rama, 3 ditë pas zgjedhjeve, kur Blerina tha mi mori Olta votat, në fakt mi mori Rama ishte, se vetë kuptohet, po të Olta e ke tek familja Rama, se ata janë shumë të shkryer në aksione njëri me tjetrin. I kanë aksione në dhërmja, se ku i kanë, kush i më vërë. Pra, mi mori, tha. 2 herë se tha dot. U të roshta partia zgabon, tha Blerina. Atë s'mund ta bëja unë, kur? Jo. Do transparent. Unë edhe në parti, ka plot njerëz që thonë, jo, nuk e numër mirë, jo, më është bë hile, po do hajde numëroj. Merë kamerë, shqyqyr tani ka kamera, edhe për votat ka kamera, meri kamerat, meri kutin, hapi, mos për to. Kjo është gjë më normale. Kështu që ka dy qëndrime të kundërta. Të kundërta krejtësisht. Njëri respekton parimet bazë, tjetri shkelmon parimet bazë dhe por mbi parimet e narkoshtetit. Po ke pati, ajo që është interesante se raporti, lexojeni, në proporcion shumë të madh, i kushtohet mediave. Nuk kanë ata asnjë kur, asgjë përveç respektit për mediat dhe fjalën e lirë. Nuk nisen kur nga ideja të shtrikëzojnë mediat, të demonizojnë, jo, në asnjë mënyrë. Përkundrazi timbrojnë dhe vetëm si timbrojnë. Dhe këtu konstatohet kur lexon të raport, lexon fytyrën e vërtet të diktaturës. Ke pati. Edi Rama nuk lejon transparencën. Intelektualët e lumit i ndalin zot. Avokatët e krimit i ndalin zot në media. Në vend se transparenca është e domosdoshme. Pra, ndaj dhe ka një shqetësim shumë të thellë për ta mbyllur me 2 fjalë të raport. Ky raport shpreh shqetësimin gjerë në thellësinë më të madhe për gjendjen në Shqipëri. Dhe ju garantoj që ky është vetëm fillimi. Prap. Është mbushur dhe stërmbushur kupa. Le të bëj ç'të doj. Edi Rama nga ky realitet që ka krijuar nuk del dot kurrë më.
Isha problematikat që adreson ky raport, veçanërisht për standardet e zgjedhjeve, a e penalizon Shqipërinë në procesin integrues në Bashkimin Evropian? Problematika që adreson ky raport, veçanërisht për mungesën e standardeve të zgjedhjeve, a e penalizon Shqipërinë në procesin integrues? Pa asnjë diskutim. E penalizon thellësisht. Dhe ata e thonë, falni, mirëpret ambicjen, thot. Mirëpret ambicjen e Shqipërisë për të përfunduar negociatat e antarësimit deri në fund të vitit 2027. Qa do thot? Mirë, ti ke drejt të thosh, s'ka. Por, thot, rikujton se vendet kandidate kalojnë për transformimet të thella për të përmbushur kriteret e antarësimit gjatë negociatave, të cilat zgjasin sa është e nevojshme për të implementuar reformat e nevojshme. Thekson nevojën për të forcuar transparencën, përgjegjshmërinë dhe përfshirjen e procesit të antarësimit, përfshir dimensionin e tij të parlamentar, parajmëron kundër çdo veprimi që mund të dëmtoj sistemin e kontrollit të balancave. Po kush ta lexoj? Ajo që e nxjerr Don Kishotin nga Janjari? Ku mund ta lexoj ajo këtë? Ka i bën thirrje Shqipërisë tot për të përshpejtuar reformat për të forcuar sundimin e ligjit. Ka sundim ligji. Të luftoj korrupsionin dhe krimin e organizuar. Të pres lidhet pa Edi Rama, Taulant Balla, Elvin Hoxha, Belinda Balluku, edhe kjo Spiro Gjoka, se kot nuk e quajta Spiro Gjoka, unë jo. Të siguroj mbrojtje e drejtave thelbësore dhe të bëj përparime në fushën e lirisë së shprehjes, lirisë informacionit, pluralizmit. Indirekt, raporti thotë se pluralizmi është në rrezik. Pa shkon çështja tek pluralizmi, që nuk do të ekzistonte kur. Dhe pavarësisë së mediave. Parajmëron kundër çdo veprimi që mund të dëmtojë sistemin e kontrollit dhe balancave. Kush t'ia lexoj asaj? E kuptoni vetë ju? Sa e papërgjegjshme është? Thekson detyrën e parlamentit për të respektuar vendimet e gjykatës kushtetuese pa vonesë. Pa vonesë. Thekson rolin themelor, thekson detyrën e parlamentit për thekson rolin themelor dhe të pazëvendësueshëm të parlamentit për ruajtjen e kontrollave dhe balancave. I bën thirrje Shqipërisë për siguruar përgjegjësi demokratike. E kuptoni apo jo? Përgjegjësi demokratike, domethënë këtu qëndrimet janë për demokraci shpirt njeri. Nuk çdo rresht që lexohet në raport, ju lutem lexojeni. Çdo rresht që lexohet në këtë raport bën autopsin e narkoshtetit.
Tjetër. Në djeshme, Kryeministri Edi Rama ka bërë publike një kërkesë të Unionit të Gjyqtarëve që kërkojnë rritjen e pagave të tyre deri në 700 euro. Por Kryeministri këtë ka quajtur një lajthitje. Në këtë rast, ju qëndroni në krah të Kryeministrit dhe jeni kundër rritjes së pagave të gjyqtarëve apo mbështesni këtë kërkesë të Unionit të tyre për rishikimin e pagave të tyre? Sa kanë kërkuar dhe njërë të lutëm? 700 euro. Deri në 700 euro është rritja. Dhe për të përmbysur piramidën e rritjes pagave, ku tashmë do të merret si bazë presidenti dhe drejtori i departamentit kryeministri. Tani e kam theksoj se prokurorët dhe gjykatët Shqipëri, po prokurorët paguhen më shumë se çdo gjykat dhe prokuror në të gjithë gatish e Ballkanit dhe bas me disa vende të Europës. Nuk ka gjë më absurde dhe kjo vetëm sa u ka rritur Oreksin. Në qoftë se ju jeni gazetar dhe takoj çdo ditë me njerëz. Qoftë se gjeni një qytetar të vetëm, që u thotë se po mesën procesi gjyqësor pari shfet, urdhoni dhe tërzojmë këto. Por sot ju garantoj se shfeti ka marrë për masat më gjigande në tërë historinë e këtij shteti. Ka qenë një periudhë kur, nuk e mohoj, kur ky çakalli që del çdo natë dhe flet nga shallvaret apo nga Berlini thot, bashkë me bosin e tij, Komisioni Evropian në një raport investigativ i akuzon e zez mbi të bardhë në raport se këta mirrin 150.000 euro për një transferim, 200 dhe 300.000 euro për një emrim në Tiranë. Po. Dhe t'u them të vërtetën, në qoftë se ka gjë në themel të shkatrimit atij sistemi, qëndrojnë pas gjithashtu këta dy vetë. Ja u them me keqardhjen më të madhe, sepse këtë praktik nuk ndoqi Recep Mejdani. Jo. Ishte para, Recep Mejdani kreu detyrën e kryetarit KLG-s që ishte në atë kohë. Kjo praktik u instalua me këta dy persona dhe ju mund të bëni një hetim se çfarë do u thonë gjykatës dhe prokurorë. Natyrisht unë kërkova që ta publikonin, se erdhen me pyetën mua. Zoti kryeministër, ta publikojmë këtë raport me njëherë, i thash. Ta publikojmë. Por ata nuk e publikuan sepse të dy këta, ky çakalli që ishte në atë kohë sekretari i përgjithshëm i KLG-s, ose që ishte po kësaj natyre, kërkuan që raporti të mos bëhej publik. Por sot ju garantoj që shifrat krahasuar me atë kohë janë 2 apo 3 fishuar. Janë 2 apo 3 fishuar. Sot, sidomos me shumat e pamasa, kolosale, që disponojnë kartelet e drogës, pa kufi, mos u çuditni që për gjykimet caktuara shkojnë edhe ipen edhe 10 milion euro. Edhe 10 milion euro, s'po them shifra se i kam, po
se sa të sakta janë nuk e di. Pra, kur në njëherë, Shqipëria nuk ka patur një shkallë të tillë të tmerrshme korrupsioni, siç ka sot. Po më thujti mua pak, sa vapoja Altin Troplinit për të mos arrestuar. Altin Troplini faktikisht amnistoi njeriu më të rrezikshëm për drogën në Europë. Sepse karteli i tij është karteli më i fuqishëm, është i vetmi kartel me port në dispozicion. Unë jam i bindur se këte e kombinoj me Edi Ramën, por të garantoj që poja, Altin Troplinit mund t'i jepte edhe 20 milion euro pa asnjë lloj dhimbje koke. Pra, ato rroga ka për tyre njerëz të ndershëm, ka vajza të ndershme, ka burra të ndershëm, djem të ndershëm, nuk i mohoj fare. Por se si vepron korporata e krimit, e shtruar në një korporat, e lidhur, sa dush duman sa dush. Kjo është, po prap do në kohë, këto fraza që më dëgjuat ju për drejtësinë janë hapat e parë. Ne vazhdojmë, gjersa të vërtetën e shëmtuar. Sot përsëri ka avokatët të drejtësisë politike. Ka. Sot ata të cilët të korruptuar apo jo të korruptuar nuk di, u bën avokatër kryesor të kësaj korporate. Bëjnë gjithçka që ta mbrojnë, por diellin me shosh nuk e mbulojnë. Ne do bëjmë gjithçka që vendi të ketë sistemi e drejtësisë dhe i garantoj kur me rrogat më të larta. Kur me rrogat më të larta në rajon, por rroga në proporcion. Në proporcion me vendin. Nuk është vendi për 7.000 euro për ata që flenë mbi dosje krimi, si që flenë Altin Troplini. Urdhë, më thuj mu t'i pak, ku është poja? Ka një jetim për pojnë ku shë disko... Kur edhi puna për Francesc Qopja, Frank Qopjen, shumë bukur. Shkoj gjerë sa ti mirë të telefonin Prodës, se i tha Prodës ti e ke njoftuar. Proda është një matrix, kjo s'ka si diskutim. Por, problemi është se s'kishtë njoftuar Prodate. E kishtë njoftuar nga ndërtesa e skapit. Kështu që nuk zgjidhet kjo me... Nuk është zgjidhja jo. Jo. Faleminderit për pyetjet. Nesër dokumenta.